ushtari Altin Dumajt në Spag i tha, ti duhet ta kalosh këtë çështje në gjykim, do të jesh më ashpër se ne sepse ne të pushojmë dosjen tënde. Dhe eksakt ditën që ajo kaloi, pas 2 ditësh ju pushuar, ju bë kërkesa për të pushuar çështjen e Irena Gjokës. Domethënë këtu nuk është se ka ndonjë dyshim se Rama nuk është prek apo s'po preket. Unë nevojë fare për të bërë presion, që shiko se po se rëndove ti do kalosh ka dora jonë. Të gjithë e dinë që Irena Maneku Gjoka, si e ka, edhe Shpata, është quar aty me një mision caktuar. Është quar aty për të goditur opozit. Kundërshtarët e Edi Ramës, qofshin opozit, jo opozit, brenda jashtë, prap 10 misione qartë. Ajo prandaj është e paprekshme. Nuk është e paprekshme sepse bën çfarë thot Spaku apo jo, sepse dhe Spaku, çfarë po themi, Spaku në distancë ka ndjekur deri tani, të paktën deri tani Spaku ka ndjekur gjithë lëvizjen e Ramës dhe misionin që ka Edi Rama. Kush është qëllimi i Edi Ramës? Trim pushtet. Sa më gjatë, sigurisht Shqipërinë bëhet. Po, atë ka arritur. Tani s'ka rëndësi futemi apo nuk futemi, kjo nuk është më rëndësishme, sepse ne kemi arrit bëhen. Jemi më të pasur se Gjermania, jemi më lart me standarde, kemi turizmin më të madh në botë, pra ne standardet e kemi arritur. Ajo është thjesht çështje noterizimi. Problemi i Ramës është i Spakut dhe drejtësisë. Nuk është thjesht rasti i Renës, po nëse Edi Rama ka si mision që të mbajë pushtetin me çdo çmim. Dhe për këtë her pas here e kam thënë që përpara se të hapet çështja e Belindës, se do të vi rradha Belindës, ku diskutua për Elion Velin. Dhe sa më gjatë pushtet, më shumë kohë ka ti duhet të kputesh që të ngrihesh mbi to. Belinda bën ndryshim cilësor në sjelljen e Ramës ndaj drejtësisë dhe të drejtësisë në Ramës, vetëm për faktin që është Edi Rama, nuk është Belinda. Aty ishte Ajola, ishte çuni Terit, ishte babi Alqit. Këtu është babi Belës, që është babi politik, që është Rama. Ky është vetëm ndryshim. Dhe në të parën përplasje reale që ndodhi, Rama bëri atë që ne kishim thënë, që nëse Rama si do qefi ja ul Spakut brekët sa herë të doj. Dhe ja uli. Sjell kërkesa, nuk ta kaloj. Do rroga më të larta, nuk t'i bëj. Do ndryshoj ligjin, do ndryshoj kodin e procedurës penale, do ndryshoj kushtetutën, mund t'ju shkruaj dhe fare. Pra më të parën herë që ata ju afruan. Pra Spaku është e Barsareta që kemi thënë që ne, që nxori këmbën nga rrethi për t'ju afruar çike Edi Ramës. Ata ty e pam që Spaku t'i ran brekët në fund këmbë. S'ka, që do bëj Spaku përballë Ramës? Kështu që dhe në rastin e Irenës nuk ka nevojë fare të çojë mesazhe. Irena Gjoka dihet që aty po e mban sistemi. Sistemi kush e përfaqëson? E përfaqëson Edi Rama. Sa u zgjat kërkesa prokurori? Sa u vonua marrja një letër porosie? Si u sorollat, jo KLD-ja, jo KLG-ja, jo KLP-ja, jo. Për të arritur në një pikë që njëri ta parashkruanin si vepër, njëri ta bënin ndryshe, pra është mision i qartë që po mbrohet një gjyqtar, që ajo normalisht në një vend, s'po them demokratik se është fjalë e madhe, por në një vend edhe gjysmë autoritar, kur del që ty të ka shkarkuar nga detyra personi që po e gjykon, moralisht jep dorëheqjen dhe ja cakton një gjyqtar tjetër. Pse duhet me çdo kusht ai që un kam pushuar nga puna të më gjykojë mua? Rasti, më çdo kusht do të zgjerohet fare. Pra aty është shumë e qartë që ta në mision, tani ta thon drejtësia e pavarur. Po më drejtësia e pavarur është që kur thot ai që si mund të ekzistojë Spaku për sa kohë Sali Berisha dhe Ilir Meta janë të lirë, dhe Spaku e arreston, ora pse. Qëllimi i drejtësisë, jo, se ta nuk është drejtësia e Enver Hoxhës, po. Qëllimi kush është mbaj Edi Ramën në pushtet. Besoj mandi që kanë gjithë shantazhueshëm. Problemi këtyre mandi është se në gjykimin tim, Spaku nga njëra anë janë jo profesional, me ai sa marr vesh unë, ose ai sa kam dëgjuar nga miqtë e mi që janë jurista përgjithsisht, duke qenë mos jo profesional, shantazhojnë ndaj me përgjime, ndaj me metodat e tyre apo me edhe rrethet që kanë, shantazhojnë subjektet ose personat që do japin vendime Nuk janë jo profesional. Po ta lexosh dosjen, 2 dosje, për treguar që nuk janë profesional, janë shantazhueshëm. Po pra, thash parë. Po të lexosh, fillon jo profesionalizmi, duke qenë shantazhueshëm. Po të lexosh dosjen, dosjen e